Çdo gjë që stilon reskifteri ri perfeksion. Dëgjoj çfarë thot Vali, thot unë ri pa kreur. Unë vi pa kreur, për shembull. Dhe kërkoj ndjes parukësime. Një yll i vërtet s'ke nevojë të krijosh. Do ta stresoj, ajo i kishte shumë ngarkesë. Në fakt ti duket sikur i ke krehur në këtë model, domethënë. Po kjo është një kreje e jashtme. Kanë të mijat pas dushit. Kreje e jashtme. Me këto flok prita dhe miqt. Mirë, po jemi njerëz të bukur në shpirt ne si shqiptar, jemi njerëz që e kemi bukurinë në shpirt, na karakterizon bukuria. Të bukur jemi. Jemi njerëz të bukur, Jemi të bukur, neve kemi mikpritjen, kemi ca zakone të... Po? Nuk e di, unë vi nga një familje 7 breza beratase. Po? Edhe ai gjyshi im, unë e mbaj mend që ai vinte shumë i mërzitur, vinte duart prapa dhe ulte kokën, se nuk i kishin ardhur miq në shtëpi. Vinte një karige në balkon, edhe ruante nga rruga, po vinin miq apo jo. Dhe në momentin që zvinin miq tek ne, ai mërzitej shumë. Miku për shembull zbriste nga autobusi dhe shkonte tek familja e supozoj me Avniut ose e Sabriut. Ai e dinte për shembull që ajo familje s'ishte mirë ekonomikisht, kishte vështirësi, dhe ata bëheshin copë që ta prisnin mikun, linin dhe fëmijët e tyre pa ngrënë, vetëm prisnin mikun, të shtrojë tavolina. Edhe unë isha korrierja e familjes. Po pra Valentina, po flet për gjyshen. Shkoja unë, po prandaj them shqiptarët janë të bukur, kemi në traditë. Unë isha korrierja e familjes dhe shkoja unë. Isha. Xhaxhi Sabri thosha. Shkuar, gjithmonë me shkuar. Më tha gjyshi që miqtë tu dhe ti vetë personalisht, me gjithë familjen tënde jeni të ftuar sot në familjen tonë. E keni parasysh kur vjen kryeministri për shembull që vin një 700 bodyguard që krijohet një ndjenjë kështu. Më paskër ka gënyer Instagrami. Po. Mendova se Rezi do të vishej me të kuqe. Tash ti ka edhe njerëz që e kanë ruajtur këtë traditë. Po. Edhe është shumë e bukur. Aha. Unë kam shumë gëzim. Si ta themi me një fjalë, lumë si ata që kanë ruajtur. Unë kam shumë gëzim kur mbushet shumë shtëpia me njerëz. Tani nuk po ku janë njerëzit me zëmra, se ku është problemi? Po ja, për shembull unë sajoj, unë bëj festën e nipërve dhe mbesave, edhe vin gjithë ata dhe bëj edhe unë si kalamaj si ata. Edhe bëjmë dhe një Ç'është ishte kjo festa e nipërve dhe mbesave? E kam shpikur unë. Të razgjit mbesa dhe nipërit. Tu s'ke për ta kundërshtuar. Absolutisht, unë dua që të vi dhe unë me Istea të kjo festa. Të vi dhe unë me vajzën. Jo, bën shumë mirë, bën. Bëj mija 7-8 vetë, jo shumë. E kur është dita? Kur të duam. Ka një ditë të shëmër.